jemi pothuajse në përmbyllje. Është e parëndësishme cili ka mohon epilogu. Për shumë arsye. Një për arsyen, po e parëndësishme është prapë. Në fund epilogu. Qëta njerëz. Qëta njerëz. Po e zbej pak frymën e pozitivitetit. Jo, nuk po e zbrej. Për shkak që nështë po e njës një farë skepticizmi se qa do të bërë në fund. Unë besoj në pafajsin e tyre. Unë besoj që dëshmitarët dhe provat që i kanë ofru ata janë të pavlefshme, edhe për me shqiptu qoftë edhe një dënim për kundërvojtje. Mirë, po ajo çka po thëmon. A di pse po thëmë është e parëndësishme? Se që ta njerëz kanë mëri me i pru kombit dhe vetë liri mas 100 vjetë. Kur ka qenë pothuajse pamundshme dhe kur për krejt kombit tjera kanë vendosën Dayton, nina kanë harru. Që ta kanë guxu me bo qëtë kom të lirë. Nuk e kanë bo këta vetën. Nuk e kanë bo pandimin e miqve. Vesh pa që ta nuk ish bon, edhe ishim konë qësh është sot Vojvodina. Pro, ti munesh me i denu qka të dush, një shqiptu qka të dush këtyne. Qëfar do mose? A mo mosen që ja u heq ato që ja kanë bo kombit vetë, që ja kanë bo kombin e vetë lirë, nuk munesh një vetë, edhe nuk ka denim që munet me zëvoglu madhështin e tyne dhe veshmas. Nuk ka mos që mundet një shqiptu atyne, e këtë lumi në shëshnis që janë të rështum kënej, që mundet mi bon të mirë, edhe mundet një uhekin njollën, edhe një pa tyne. Po e thëmë qëto publikisht. Se e kom thonë edhe një status në Facebook. Sikur të ma kishë vëra mu dikush, dikëm, që s'ka qenë antar i Miloševićit, që s'ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë, dhe të mos e këshin trajtu gjykatat vendore. Une nuk e kësha prit gjukatën speciale, a i kështë hongër dhe nuk kështë hongër bukë. Pro, krejt që ta njerës, janë flishtonat të kohës. Janë flishtonat të kohës që kanë pretendime me erësu imazhin e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe dritus, dhe nuk kanë asni pretendim për padrejtësit që ju kanë ba. Po tentoj me kuptu Alin për shkak të ndjeshmërisë së temës, edhe e di që edhe Alia nuk mendon krejt ashtu, po du të me pas parasysh diçka që Kosova sot fatmirësisht që i ka ligjet i ka organet e drejtësisë, cilat nuk janë kriju letë, edhe janë kriju fal angazhimit Aliut edhe shokëve të vetë, kështu që na du të me respektu sot këto institucione që i kemi, me këto kapacitetet që janë, qofshin të mira, se jo të mira, qofshin të vënu me proceset ose jo, na i kemi themelu institucionet, edhe na du të me uthirë në emën tyne, veç kështu e njojmë shtetin tonë. Nuk mëna me njojmë shtetin tonë, ndryshe nëse s'ja njojmë... Me prit unë, më ma ndresh mu një padrejtësi, më ma ndresh një padrejtësi, unë po thëmë, me rast se, me prit më ma ndresh mu një padrejtësi, gjukata speciale, bashkë me prokurorin serbe për krime lufte. Nëse mu kishë bo një padrejtësi, po e supozoj, edhe nëse mu kishë bo, kur nuk ishë arreshtu me prokurorin serbe për krime lufte kunder e prorve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kjo është inercioni që po e them. Nuk ka drejtësi ose padrejtësi, kërkim i llogaridhonjes dhe i ndrejtjes së padrejtësisë që është bo, që mund të bohet dhe mund të jetë satisfaksion për secilin nëse ka që ju ka bëhet padrejt, duke kaluar në përdyrt e prokurorisë serbe për krime lufte. Se po preket kombi, po preket shtësia. Na që si kemi përjetu, është... Dem ku është, qka është thelpsuar e këto. Dem këta Amerikanë kërë thojnë game over. Rrugtimi për qka u njës puna u krye. Po, e vërtet. Krejt sot qka njëm dhimbje, mërët me konë për njerëz të në të humbën. Luftarët qytetarë. Tash në atë pjesë hynë edhe martërët e civil se ka familje që ka humbë shumë. Krejt që ajo është dhimbja ju në sëd, dhe më onë mungesa e njerëzve tonë. Dë edhe e shokve që, po edhe qytetarëve civil që janë invalid e kanë humbë. Në halojmë të pagu. Për ndryshe, krejt këtu për mu personalisht si luftarë janë të parëndësishme. Këtu lëmëtitjet, se adim se për thëmë se që ke pare që tha prufa me thonë shpërbën e pavarësin. Gjatë ne kemi shpollë pavarësin vitet e 90 dhe jem dëshmitar që
s'na ka njoft kërkush edhe i na detyru S'na ka njoft as Shqipnia. Dëgja qëllimi u konë besoj i mirë, unë në atë kohë kom qenë student në atë vite, po e morë mirë, po du me thonë, mendoj si qytetari i Republikës, jo si luftar tash, po flasë në aspektin e qytetarit shtetit tonë, mendoj që në qitë rrugtim, jo që na u ka dosht, por na duhet ende një rrugë përbasht me faktorin demokratik përëndimor. Mendoj që na duhet, edhe mendoj që pavarësisht që gjithkun mirë s'na bjen, është shumë e vërtet kë fakt, se s'ju ka ro as tjerve gjithkun mirë se s'mon realizohen aspiratat e gjithve barabar me grem, por na pëshuhëm që edhe shtete unitare të furta, me popullat shumë të furte, me ushtrije, me polici, po kam probleme. Që zhvillimet geopolitike nuk janë që na penim vetën këgja komod se në mone kem natën këtu edhe nuk brengusmi fort na se tash me ngu me i një deklaratat e budalve, edhe njerëzve të paletzueshëm, do më na du të mushu me dhez luft qytetare, edhem pse be thëm to, jo, kjo fakt, se edhem, na që tha prufa, na para një vjetë i kemi pas 4 komuna të i qeveris, na me ka 160 vota, 2 ka pas vetë vendusja, 2 për dëkëja. Me ka 30 vota, kryetar komunën veri, edhe thejshëm, bojmë, po jenë ardhë këta, dëgjë, ti ka hjek e emnat e rrugëve, jenë vendosë Mitrovic. Tu ka qitë tabela që prufa është e atje. E tash, po të ma shumë përtej, jo shumë përtej lafeve të Sokokut. Na do të më përbojë. Veç për me mbyllë këtë temë, se besoj kena me folë për qatë pjesë. Ju besoj e gjo, asë kemi asë kofat, këtë qështë. Kosova shteti pavarur se është fakt. Kjo është Kjo është arritja ma e madhe. Jo, kjo është arritja ma e madhe në historinë e këtij vendi. Na s'kemi pas kur arritje ma të madhe. Pjesa tjetër. Lufta është zhvillu Mos të diskutojmë temën e pavarësisë. Po, Mos të diskutojmë. Për 180 deputetëve, 170 kanë votue me hjek autonomin që është i vetë mi rast në botë. Se ka që ja kanë morë autonomin shteti, ja ka morë një krahine autonomin. Por nuk ka asë një rast në botë. Është e marrë që kemi temën e pavarësisë. Po, e qartë, shumë e vërtet. Kjo është fakt. Ajo është fakt. Po, jemi kaqë në punë. Na du të me pranu që lufta është zhvillu në rëthona krejt pa barabarta. Këto s'besej dikush që e mohën. Ti veç familjen Jashari kisha... Ta kemi parasysh diçka. Sot po lakohet në gjykatë speciale dhe emri Adem Jasharit. Jo vetëm sot, po gjatë procesit. Sot po tham jo në kuptimin e ditës, po këto rëthona.